الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Hamdi takon madhnisë Allahu Gjelle Ta'ala, paqja bekimet e tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë umetin e tij që qëndrojnë besnik ndaj udhëzimeve dhe mësimeve të tij deri në kiamet. An Abdullah ibn Amr رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. Prej Abdullah ibn Amrit, i cili ka thënë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush hesht shpëton. Ky hadith në veçanti është një ndër perlat profetike që vjen në verzion teje të shkurt, por në domethënien dhe mesazhin e saj që përcjellësh teje domethënëse për neve besimtarët. Nuk është vetëm një thënie profetike, kush hesht ka shpëtuar, por është edhe një rregull jetësor moral që harron njeriut besimin, fenë e tij, i harruar njeriut karakterin dhe dinjitetin në jetë për ata të cilët dojnë me marrë udhëzimet e profetit si të qenura, si të mira dhe si udhëzime të cilat do ja shë njeriu hajrin në dunja dhe në ahiret. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po thot men samet an-naja. Kush hesht shpëton. Këthënia e tij vjen me një kohë kur të folërit, kur gjuha është rrit më e madhe se sa Zoti e ka kriju, në kuptimin e asaj sepse përpara do thot kur dikush ka folë shumë, ka thonë e ka guhën e madhe. E që si njerëz me guhë të madhe në zemanin tonë që jetojmë ka shumë. Ka ata që flasin pa e ditë se çka janë duke folë. Ka ata që flasin pa e ditë se po lëndojnë me ata që janë duke thënë. Ka ata të cilët flasin sepse paguhen nga dikush. Ka nga ata të cilët i shtyjnë njerëzit pa e ditë se a din me fol apo nuk din me fol, i shtyjnë me fol sepse prej qasaj nga çka njerëzit flasin sot, ata fitojnë edhe çojnë bukën të shtëpia e vet. Janë këto të famshmit, qëta që i kanë para vetës që quhen mikrofona. Që ky, jo çdo kujt duhet m'ju afru tek gjuha, sepse në moment që i ofrohet dami dhe sherrri që e bën, është shumë më i madh se sa sikur atij personi mos t'ju kish afru mikrofoni. Ata mundën me qenë hoxhallar sikur në të veshën me petkun e hoxhës, që mos mi kursy, mos me mendu dikush që hoxha do thot pa ja drejton gishtin të dikush tjetër. Mundën me qenë njerëz të cilët kanë marrë frenat e udhëheqës këtij vendit, por mikrofonin e kanë afër. Një njerëz të cilët në dukjen e jashtme duken shumë interesant, por sherrin që e bojnë, do thot, me mikrofon duke fol, është sherr shumë i madh. Sherri i cili do i ka plën, do thot sherri ata, por dhe ata të cilët bëhen pasues të tyve në këtë dunja dhe në botën tjetër. Për ata po vjen këshilla profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po thot men samet naja. Kush ka hesht ka shpëtu. Jo heshtja si një cilësi e dobësisë, por gjithherë ka qenë
shenjë e urtësisë dhe mençurisë. Njerëzit e mençur në oda kanë hesht shumë dhe kanë folë pak. Njerëzit e dijes që kanë lënë gjurmë, që kanë lënë libra, bagazh, ata kanë folë shumë pak, por kanë lënë mas vete shumë. Njerëzit e shkencës që janë, flasin shumë pak, por punojnë dhe i sjellin njerëzimit dobi. Sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po thotë, nuk ka diçka që do t'i çon njerëzit në xhehenem, për mu djeg në zjarrin të xhehenemit më shumë po thotë se sa ato që e kanë korr me gjuhët e tyre. Një organ të jetë i vogël në trupin tonë, po për shkak lëvizjes së tij, sherrri i tij është i madh. Gjuha, Allahu Gjelle Ta'ala kanë thonë djetarët, sikur sa Abdullah ibn Mesudi ka thonë se sikur dikush në një krijesë ta meritonte që mu mshel në burg, deri në kiamet kishte me qenë gjuha. Edhe pse Allahu i ka bo dy dyrë për mu mshel në brenda, i ka bo dhëmtë dhe i ka bo buzë që me nejtë më shumë brenda se sa me nejtë jashtë duke folë ata të cilët bën sherr më shumë se sa hajër. Allahu Gjelle Ta'ala kjo vlen për besimtarët, sepse ky hadith që e lexuam nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po tregon se njeriu gjuha bëhet shkaktar për me shkatru njeriu. Zoti Gjelle Ta'ala në Kur'an thot ma yalfidhu min qawlin ila ladayhi raqibun atid. Njeriu nuk shqipton, nuk e fol një shkrojnë, nuk e qet një za, e cila jep një kuptim, jep një mesazh, gjum dikun, lëndon dikun, për smiri ose për skeqi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk ndodh që njeriu të shqipton asnjë fjalë vetë se pranë tij do të gjendet një engjël, një melaçi autorizuar nga i madhi Zot Gjelle Ta'ala që do t'i shënon, do t'i marr shënimet për gjitha fjalët e tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër në ka mësu alaihi salatu wassalam men kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. E ka lidh çështën e të folurit me besimin më të madh që ne muslimanët e kemi kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, ose le të fol mirë ose le të shun mos të fol. Shumë e thjesht për atë që don me kuptu dhe atë që don me marr mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam men samata naja. Kush ka hesht, ka shpëtu. Heshtja na bën dobi. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, heshtja e ruan njeriu nga keqardhja dhe pendimi. Sa herë kemi fol, na ka ardhur keqardhje, pse folëm atë ditë dhe jemi pendu, do thot më shumë se sa është dashur të pendohemi për shkak se kemi fol. Për gjanave të cilët njeriu përfiton, ka dobi nga heshtja, kanë përmend se kush kontrollon gjuhën, kontrollon vetveten. Gjithashtu kanë thonë kush hesh nga kutësia, gjen qetësi në zemrën e tij. Kush flet me të mirë, shpërblehet nga Allahu. Heshtja është shenjë e urtësisë, pjekurisë dhe kontrollit shpirtëror. Gjithashtu kanë thonë heshtja ruan nderin, paqen dhe qetësinë e zemrës. Kanë thonë heshtja është mbrojtje nga fjalat e kota dhe mëkatet e gjuhës, shpifjet, përgojimet, e kështu me radhë. Krejt që dalin nga gjuha, ajo është heshtja, është pra një mbrojtje që e mbron njeriu. Heshtja në kohën e zemrimit është shenjë e imanit të njeriu. Kur zemrohet dhe hesht njeriu, është shenjë e imanit të tij, sepse ai po din se si me menaxhu këtë situatë. Heshtja në pasiguri është mbrojtje nga përhapja e gënjeshtrave dhe heshtja përballë mëkateve të tjerëve, kur të tjerët bëjnë gjuna dhe ti hesht, e din e ke pa me sytë e to, është më dobishme se sa përgojimi i tyre. Dhe gjithashtu vëllezër, kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në samata naja, kush hesh shpëton, duhet me kuptu se ne duhet me hesht atëherë kur jemi zemrum. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij sahabiut shokut vet kur e pa që ishte hidhur një ditë, i tha 3 herë mos u hidhra, mos u hidhra, mos u hidhra. Kur i pasigurt në lajme, hesht më mirë, sepse lajmen që ti e bardh mund me qenë një vrasës që humb një jetë apo shumë jetët e njerëzve dhe do të merresh përgjegjësinë në dynja dhe në botën tjetër.
Do të heshim atëherë kur shetëmetat të tjerëve. Hesh duke mos përgoju dhe duke lutë Allahun, duke thënë ashtu siç na ka mësuar profeti, Elhamdulillahi alladhi afana mimma ibtalahu bi. Kur e shet dikush është sprovu me një të keqe, thuaj elhamdulillah o Zot që më ke rujt mua dhe nuk më ke bo bela, sikur se e ke bo këtë njëri dhe hesht. Heshtim atëherë kur neve provokomi nga të tjerë, me një të bim, me një ndjej, me një kuvend, me një rast kur dikush të provokon, heshti, sepse heshtja ruan dinjitetin dhe qetësinë karshi shumë njerëzve dhe jemi shumë rahat. Do të heshtim atëherë kur ke dije të pakt ose nuk din për një çështje heshim, sepse dija e pakt ose të folurit pa dije është gabim i madh që kushton dhe fatura dush mi paguaj ti. Kur fjala jote mund të ndezë për qarje, kur e din që një fjalë, një muhabet, dhez muhabet në ato në kuptimin negativ, hesht sepse është më hajër për ty dhe kur biseda është e kotë, kur s'ja vlen me fol, kur s'ja vlen me diskutu, kur s'ja vlen ti me dhonë mendim, kur s'ja vlen ti me sqaru një çështje, atëherë hesht sepse heshtja në këtë rast është një përgjegjësi që duhet ta kemi. E lutim Allahun xhella taala që Allahu të na bën prej atyre që kur flasim do thot flasim të mirën dhe heshtim gjithherë na mëson që të kemi mençuri dhe kemi urtësi të heshtim atëherë kur heshtja duhet të jetë pjesë e jetës sonë, duke lutë Allahun xhella taala që Allahu të na jep mbarësi dhe të na ruan nga sherrri i gjuhës sonë, atëherë kur flasim pa nevojë dhe pa vend. Lutni Allahun se Allahu përgjigjet lutjeve besimtarëve. Hadha wa sallallahu ala nabina